Si e shef feja situatën kur një vajzë e pamartuar martohet me një djalë që ka qenë i martuar për letra? Kjo për letra nuk hyn në punë në fetfatën tonë. A ka qenë i martuar për letra, a ka qenë i martuar për fëmijë, a ka qenë i martuar nuk ka lidhje kur gjë. E rëndësishme pyetja do të jetë një vajzë e pamartuar për një djalë që ka qenë i martuar. Që kaq. Domethënë, pastaj për çka mjetet e tia mbetësin mes tij dhe Allahu xhaleshanu, pra mes të djalit edhe Allahut. Kjo parimisht veç pse ka qenë i martuar s'ka lidhje. Nuk prish punë. Lejohet një vajzë e pamartuar me martuar me një djalë që është i ndan, i shkurorzuar prej bashortës së tij. Qysh lejohet edhe kundërta. Një vajzë një djalë i pamartuar ban me marr një vajzë e cila ka qenë e martuar më herët. Edhe është ndan, s'ka lidhje kur gjë fetarisht. E rëndësishme në Islam, në momentin që këta dy dojnë me u martu, me qenë të sinqert, me i plotësu kushtet që Islami parasheh, feja, morali, mirësjellja, mirëkuptimi, përshtatshmëria, e shumë gjëra tjera do janë farze, do mbesen sunet, do janë të pëlqyera, domethënë përshtatshmëria, pata fjalën për shembull nivelet pak më qenë të përshtatshme njëri me tjetrin që masani mos me pas problem, se zakonisht në fillim shumë po e duan e filan djalin, shumë po e du filan vajzën, masani po lindin problemet. Prandaj në fillim me i sqaru, me detalizu, do sana është mirë me qitë në tavolinë që mos marr deri tek keq kuptimi. Në situatën tënde që e ke përmend si pyetje, themi që lejohet një gjë e tillë. Edhe nëse djali është i hajrit, unë kisha më insistuar që edhe prindë e vajzës mos me refuzu këtë lloj martese. Përkundrazi pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka thonë, nëse ju vjen një djalë i hajrit me lyp vajzën e juaj, i cili është fetar, edhe është i ndershëm, mos e refuzoni. Sepse nëse bëni një gjatë tillë, atëherë mundet të shkoni dujaja që thonë të prish, të u bën fitne, jesin vajzat e mira pa martu, janë të mirë pa martu, pastaj përhapat të astaghfirullah amoraliteti. Por edhe një sen po i këshilloj vajzat. Kur ta gjeni një djalë të mirë, mos refuzoni, mos i qeni hund hava. Jone po du kështu, po du ashtu. Djemtë e mirë nuk përsëriten. Burrat e mirë nuk përsëriten. Shfrytëzoni shancat. Pastaj valla e morr filane tash unë me unë a më bë dua që me kthy kavetja, shkoj treni, eci, shkoj filmi. Keni kujdes. Të njëjtën gjë po e tham edhe të kundërtën. Një djalë që çon një vajzë, një nusë të mirë, mos pritni me filozofu shumë. Fejo me ta, nëse është e hajrit, bini punës që keq sa më shpejt. Allahu ju rujtë e martoft.